qytetarë dhe qytetare që ndiqni këtë seancë, zonja dhe zotëri deputet, zonja drejtuese e seancës. Jam këtu për të denoncuar me forcën më të madhe vendimin e kreut të Meduzës, kreut të organizacë kriminale për të organizuar nesër në Vlorë antimitingun e turpshëm të historisë. Ju paralajmëroj se në mënyrë absolute antimitingjet tuaja nuk do të tolerohen. Antimitingjet tuaja do të marrin atë përgjigje që do të mjerohej me te. A ka akt me të turpshëm? Të marrish në punë si tu dhe të dalish në antimiting ndaj protestës qytetare. A ka akt më përçarës? A ka akt më absurd? Është akti luftës që mafia shtetërore u shpall qytetarëve. Hiqni dorë. Anullojeni. Keni dërguar mesazh të gjithë punojësit e thjerit lushtjes të gjithë jugut. Një lloj si Ramizalia, që do të na shpallte rubrikën e Vlorës me vullnetarët e Enverit. Tani e vullnetarët e Edit. Mos e provoni, Mos e provoni. Të ndiqen rregullat. Ka një protest më që denoj dhe dhullën ndaj tyre. Një protest qytetare. Pas ka një njeri që nxjerr këte paullat pa, nuk përfaqëson të rësin aty. Ndaj dhe është fashiste, staliniste, praktika antimitingjeve. Hiqni dorë. Kam publikuar mesazhe që keni nisë në administratë. Gjithçka është terri dhe mungesa totale e transparencës. Për të përfunduar dhe ju, sot e tutje doktoresh, nuk do quhesh më Spahiu, por Mekati, se ti ke votuar ligjin 24. Ti e zonja Mekati, tani e kupto vete, ndro edhe në gjendje civile do shkojmë të ndrojmë bjemën, të quajmë jo Spahiu, po Mekati. Faleminderit, shumë faleminderit zoti Berisha për mbiemrin e ri. Fjalën e ka zoti Alizoti. E seancës. Po lexoj nerin 80 kushtetutës, i cili detyron kryeministrin dhe çdo ministër mos i shmanget interpelancës. Të gjithë ata e dinë që kushtetuta është themeli i një shteti, përcakton funksionimin e një shteti. Tani kur ka vite që kryeministri refuzon haptas dhe shkel ligjin bazë të shtetit, që është kushtetuta, imagjinoni ç'bën në dimensionet e tjera. Tani, sot në Shqipëri ka disa ditë që ka një ndodhi në shoqërinë shqiptare. Ka një protest të një përmase tjetër. Kështu që ka shumë deputet, ka shumë zotërit ndëruar nga pjesë partive dashtë të mëdha të vogla që duan të diskutojnë me kryeministrin e vendit. Tani më thoni, është më republikë parlamentare Shqipëria apo jo? Sepse kushtetuta përcakton dhe thotë që Shqipëria është shteti i drejtës. Shteti i drejtës ka një qëllim, nëpërmjet të ligjit të ndaloj epshin e liderit. Dhe në momentin që epshi i liderit triumfon mbi kushtetutën, ne jemi diktaturë. Ne jemi haptas në diktaturë. Kështu që edhe ata zotërin nderuar që janë socialistë po janë jurist, duhet ta thonë haptas këtë gjë. Ai del haptas, shkel kushtetutën. Jemi në diktaturë apo jo? Atëherë ju si drejtues të seancës duhet merrni kurajon dhe e keni tagrin të jemi një shpjegim ose detyroni kryeministrin të vinë interpelancë. Pse nuk vjen kryeministri i Shqipërisë në interpelancë? Dhe kjo bisedë që unë bëj është tamam procedurale. Pra nuk është as populiste, as politike quheni si doni. Është ka të bëjë me shtetin, ka të bëjë me kushtetutën. Nga e merr të drejtën kryeministri i Shqipërisë të shkeli
Kushtetutën e Shqipërisë. Ju lutem jepni një përgjigje. Sot në rendin e ditës në fakt janë disa interpelanca që i keni kërkuar kryeministrit, kështu që në zhvillimin e interpelancave do merrni edhe përgjigjet. Zoti Këlliçi, keni fjalën për procedurë? Zonja Spaiu, për të vijuar aty ku ju sapo u ndalët, neni 80 i kushtetues detyron kryeministrin që sa herë ka një kërkesë për interpelancë, shoqëruar këtu me nenin 96 dhe 97 rregullores për interpelancat për çështje urgjente, e ka detyrim kushtetues të vijë dhe t'i përgjigjet pyetjeve të deputetëve. U bë vite me radhë që kryeministri jo nuk zbaton kushtetutën dhe rregulloren e parlamentit, po as nuk vjen fizikisht këtu të përballet qoftë me deputetët apo me pyetjet që shqetësojnë opinionin publik dhe qytetarët. Ne si forcë politike u kemi bërë të ditur vullnetin tonë që sa herë të shkelet kushtetuta, ne do të reagojmë dhe nuk do të pranojmë më në përkëmbjen, bunkerizimin e këtij parlamenti dhe shkeljen e kushtetutës sa herë që kryeministrit apo drejtuesit seancës i teket. Ndaj, me që përmendët pikën e parë sot në rendin e ditës, interpelancën urgjente, të kërkuar me kryeministrin, po ju themi që duhet jetë kryeministri këtu për t'ju përgjigjur pyetjeve të deputetëve të opozitës dhe jo një nga ministrat e deleguar prej tij që lexon në fakt fjalimet e tij. Për të ardhur ke një çështje që sot ka tronditur të gjithë qytetarët shqiptar, me që kemi dhe ministrin e brendshëm këtu. Si ka mundësi që sot në Maliq ka ndodhur një vrasje nga një person me precedent kriminal i konsideruar shumë i rrezikshëm, dhe si ka mundësi ministri i brendshëm që ju për të neutralizuar dhe arrestuar një kriminal, një ordiner, i cili është i dënuar me burg dhe ishte në kërkim, dërgoni aty forcat shqiponja, efektivët që nuk kanë trajtim special dhe forcat speciale nuk i dërgoni. Forcat speciale ju i ruani për të shtypur protestat, për të goditur protestuesit, për të goditur opozitën, për të rujt karrigen e kryeministrit, për të goditur ata të rinj që i goditët dhe ditën e djeshme në protest dhe për të shtypur çdo zë kritik kundër kësaj mazhorance. Si ka mundësi, ju e dini që po shkoni të arrestoni dhe të ndaloni një person kërkim me precedent penal dhe i dënuar me burg, dhe ju dërgoni 2 djemë 3 që i morët në qafë. Një efektiv 34 vjeç që humbi jetën dhe një 36 vjeç që po lufton për jetën. Ndërkohë, për t'i kujtuar dhe një herë të gjithë emrat qytetarëve shqiptar, të atyre deputetëve që kanë propozuar amendamentet për ndryshimin e ligjit për zonat e mbrojtura, për të lejuar shkatrimin e zonave të mbrojtura, qytetarë shqiptar ta dini mirë, 12 kartonat e Partisë Socialiste që kanë propozuar atë amendament janë Fadil Nasufi, Florenc Pao, Arken Balla, Edona Bilali, Bujar Qela, Anduel Tahiraj, Shpresa Marnoj, Mirela Pitushi, Denis Deliu, Klodiana Spaiu, Ensemblera Zake, Eduard Ndreca. Këta janë kamikazët që ka Partia Socialiste këtu dhe që janë vetëm kartona. Zoti Strazimiri. Faleminderit zonja drejtuese